Përshëndetje gjithëve. Kam kënaqësinë të informoj që ditën e sotme kemi shpallur fituesin e rrugës Milot Balldrand. Ky është një aks mjaft i rëndësishëm, pjesë e korridorit Adriatiku-Jonian dhe që shërben për ndërlidhjen e veriut të Shqipërisë me pjesët e tjera të Shqipërisë. Kjo është një rrugë e shumë pritur nga banorët e qarkut Shkodër dhe Lezhë dhe që kryen lehtësimin e trafikut në këtë zona. Procedura ka qenë jo e lehtë, pasi ka patur disa tentativa të mëparshme, të cilat kanë rezultuar jo të suksesshme. Megjithatë, me përkushtim dhe profesionalizëm, ja kemi dalë që ditën e sotme të kemi shpalljen e fituesit, e cila bën përfundimisht të mundur ndërtimin e kësaj vepre. Personalisht do angazhohem që fillimi i ndërtimit të kësaj rruge të kryhet sa më shpejt dhe të ndërtohet brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Ndërtimi i kësaj rruge shkon natyrshëm me investimet që ka kryer dhe po planifikon të kryejë qeveria shqiptare në veriun e Shqipërisë. Vetëm pak ditë më parë, ne prezantuam nismën Porta e Alpeve, që është një nismë financimi 100 milion euro, e dedikuar për veriun e Shqipërisë dhe që e kthen këtë rajon në motor zhvillimit ekonomik dhe turistik të vendit. Dhe me këtë lajm të mirë, dua t'ju uroj të gjithëve fundjavë të qetë dhe të mbarë.